Fëmia është qelluar me dy plumba dhe ka qelluar në momentin më kritik, kur të dy grupet kanë filluar të përleshen mes vete. Po. Besat? Arsem? Policia! Në shtëpinë e viktimës kemi gjetë edhe gjumë gjaku që i përkasin Fidan Jakirit. Pronari për në nevojitet? Pritëm me ardi po. Zotëria Olav? Jo, urnoni. Ma jem prej policisë të Kosovës. Po. Mirë. Muj me bisedu me zotëria Hafiri një lutë. Vjen keq, po Hafiri, pronari, a ishte pronari vjetër, kurse tash pronari i ri jam unë këtu në restoran. Po më tregoni një Golf 4 me targa 01456. Kujti i përket? Mirë. E ku keni qenë sot rreth orës 10:40 minuta? Alo, ju lutem policia. Po, ju lutem, buri po do me më mbyt djalin. Kur mos u kthem mo. Hop! Mos rinjas. Bas pje kuptoj, qëtësisht. Po ku muj me gjetë djallin tënë? Besiana, tregom, a i ke pa këta dy persona ma herët? Jo, Si ke pa? nuk i kom pa. Mirë. A i të përshkrua pak ditën kur je taku me Arsimin e Besartin, kujni taku, qysh, veç sa ma shurt. Besen e kam njoftu për mes Facebookut. Edhe atër ka qenë shumë vonë. Kur e kom kuptu që po merret me drogë. Se kom qenë e dashurume. Ke qenë e dashurume. Po. Hajde? Anje. A ke qenë ma herët në polici dhe tregom sakt në cilat shkolla e kish përnda Nuk kam drogën. qenë. Me njerë. Nuk kam qenë. Qka nuk e qenë? Edhe muj me t'akuzu për shpifje. Me 8/10/2013, ora 14:23 minuta, pas një thirrje anonime nga një nxënës, policia e Kosovës me dalë në vendin e ngjarjes ka hasur në Besiana Sofiun e lindur me 12/10/1994, me vendbanim Gjilan. Lartë përmendrës ju kanë gjetur një sasi e narkotikëve llojit marijuan. Dhe pas intervistës me hetuesit e policisë së Kosovës, e lartë përmendura e pranon Besiana. Ktu thotë që ti e pranon.
pranon se ka pasur për qëllim destinacionin nxënësit e shkollës së mesme të gjimnazit. Mirë. E pranoj. Ama të lutem. Bjerë ma një foto. Fedike? Po, në gjitha dosjen që kërkëshe marrët lidhur ma atë rastin që ke? Okej, mirë. Faleminderit shumë. Njëna në dy, cila është urgjenca juaj? Pastor. Pastor! Shpen! 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 Folja kran. Ha. Hajt burri, që ma ka dhonë adresën pas ka pas drejt. Agran, ta e pas kanë pas informacione më herët. Dikush i pas ka lajmëru këtina. Këta përveç që kanë qenë termatosën vetë. A di qëfar sasijet termatimit, gjithë magazin. Po, Unë po dyshoj që këta janë marrë edhe me kontrabandarme. ku atje? Raman, Urno, shef. lajmëro forenzikën? Në regull. Lima kontrol patrullani. Na duhet njësia forenzikës me nxarës. Foljeta? Alo, Shpend. Dishta më të informu se në kesët e drogës se kemi gjetë një shkrim qirilik. Dhe po supozoj se droga nuk ka hi përmes Shqipëris, po përmes Serbis. Ky dyshuari ju nuk është Hafir Kuba, por është Zoran Arsic. Faleminderit shumë. Edhe ky Zoran Arsici u prezentu me identitet rrejshëm, me emrin Hafir Kuba. Mire, numrin që ta lash, me kanë komunikojnë më herët, a mujtë me ditë? Po a i ka kontaktu me nonën e ti, dhe ajo e ka informu për adresën që baba i ti ju ka dhonë. Mirë. Mirë, faleminderit. Agran, Urna? shko këshirë për naj dëshmitara ka? Në po shkoj dhe në stacion. Në regu, në fund të vi raportin në zyrë. Rego. Alo, shef. Ana më thiri më tha që droga e... E di, Sfred, e di që droga ka ju nga Serbia, e di. Mirë. Pse i dyshuar i ynë, po pretendon se droga ka ju nga Shqipëria. Edhe identiteti i ty u zbulu, ha? Mirë, shef, ku është këtë është? A muj me marrë edhe unë në intervista? Regull, pro vetëm nëse më premton se nuk bën ndonjë skandal. Shef, Regull? besëm që e di shumë mirë se si do të musil me këta tipa. Qenë. Në regull që po vinë stacion, hajtë. Vjen. Përveç gjonave tjera, armatimi është në qarë. Rejë.
Shef. Unë po mendoj që kjo vajza sigurisht duhet... Flor, në karikën e mbrapme të makinës se kemi gjetë një fije ploku. Dhe në basi që ne kemi marrë kampionin e kësaj vajze dhe kemi analizuar në laborator, ka rezultuar se kampionat janë identike. Kështu që mendoj që edhe kjo vajza ka qenë, supozoj, me këta personat që po i kërkojmë. Urno. Mirë. Qiko, hajde më borg një 10 vjetë. Akuzosh për vrasje me paramendim. E ke vra Besartin edhe Arsimin. Unë jem kona aty. Edhe... Hej, Qaki, qa e në stres? Tregon për Qaki? Për qatë punën nesër. Për nesër. Edhe unë e vi me juve. Ku? Edhe ti me nega? Unë e me juve. Harro ato. Unë e kom folë me memën. E kjerën? Kjerën së është e mentonë. Ku shkova atje, ishin konë policia. Edhe më arrestun. Kjo është krejt qka ko me thonë. Mirë. Shpresoj që këto që mi themu kimi thonë edhe në gjyq. Së është keq për fillim, ha? Qa është të bëme mu? A fillu me të plësu dëshirat? Që është të që fërim pak më herë? Normal. Djem, ta shëtutje, unë jam bës për tregun e Prishtinës. Më kam met me gjithë vesh do avokat mirë edhe u kripuna. Falsash, falë se pëndohet për mërë si në thera. Me mo, zdi ku ta merë këtë punë vesh, Zoki, qka i kemi po? Zdi e do të në lera hatë njëve. Po me mo. Qëtë pyjtje do është në me ta banë dhe unë? O djemë, s'manime për zëramin. Edhe pse i ka meritat e veta, në ka lidhë biznes me nish, me Zubin Potok. Mirë po,
70% territorit Zërami, 30% territorit Mema, nuk bën. Edhe smet vend për punë më me ta. Mos tanim për këto, neve na ki kra. Zoki na përdori krejtve neve për përfitimet vetat personale. Kjerrin e ti qëllimisht e lash me ra në dorë të policisë. Fidan, a ka falajme për besartën? Ku me të e budallit se na tash jo vetë shkollat, po i kemë edhe punë tjera më të mëdha. Alo. Fal ma. Po? Faleminderit shumë. Po bre, s'pat pun tjetër aj veç mu në polici. Faleminderit. Jo, mësanin, ku mik pe ati veni. Hajtë se ka me pagu shtrajtaj. Baba jem polici. Shpiuni. Hajtë. Gdje si be Zoran? Evo me, znamo li se mi? Me neve gjete me lua. Boga mi ja ne znam. Ne znaš? Një minut, po t'i jap kohë me tregu. Kua Fidani edhe Mehmeti. Po unë vetëm... Kua Fidani edhe Mehmeti. Boga mi ne znam. 35 sekonda. Nuk e di mërë. 25 sekonda. Më ka dalë se ti s'po ditë që rregullat e policisë. Nuk banë kështu me dhunë. Ti do më mësu mu rregullata? 5 sekonda. Po, ata e në Graçanicë. Graçanicë, mirë. Ata e në Graçanicë. Ku bash sakt në Graçanicë? Po, e di se ata ka një magazin atje, edhe në atë magazin e më shefin ata mallin atje. Bile para se me ranë konflikt, na disa herë kemi qu mallin atje dhe bile edhe Mehmeti e ka aty një kafe në drejtim për Llapnasell. Por mos shkoni atje se rrinë aty ata të majt, ata të qeverisë. Ti do më mësu mu ku shkoj edhe ku hi e ku dala? Ti do më mësu mu. Apo më të regon pse ke deklaru që droga o hi prej Shqipërisë? Ke mendu që na nuk e dim këta? Nuk di. Nuk din. Din. Kime dërgu sakt. Lidhin prej Nishin në veri Graçanicë. Ose jo, mësu. Po shkoj po ta marrim letër në klinik, me qenë të krejtë tu. Sipas gjurmëve që kemi gjetur në vendin e ngjarjes, kemi këto rezultate. Fëmia ka rritë disa sekonda para se ata kanë fillu konfliktin. Konflikti ka fillu në bas një negocimi që këta kanë pas mes veti dhe në bas të gjurmëve që kemi gjetur në thojt e njërit prej viktimës, ata e kanë fillu konfliktin verbal mes vete dhe gjatë konfliktit që ata e kanë pasur, ka një vetur në anën e majtë të tyre dhe ka gjujt në drejtim të veturës.
Pra, viktimat kanë qenë Besarti dhe Arsimi. Besarti dhe Arsimi kanë tentu me mu largu prej veturës, po në atë rasti ka gjujt Mehmeti dhe Fidani dhe kanë qëllu në distancë të afërt, kjo vret në bazë të vrimave që të plumbave Po jeta, në momentin kur kjo vetur ka arrit, i ka gra Zoran Arsiqi, a i ka gjujt në drejtim të tyne dhe aty pranë, ose mbrapa tyne ka qëllu aksidentalisht një fëmi. Në atë moment, është godit këj fëmiju me 2 plumba 9 mm. Ma vonë, në zyrën e Zoran Arsiqit, është gjetë një revolver me disa karikator dhe plumba 9 mm. Dhe pas ekzaminimit, balistik ka dalë se ata plumba të nxjerrë nga trupi i fëmijut i përkasin revolves e cila është gjetë në zyrën e Zoran Arsiqit. Po më falë shef, ky Zoran Arsiq është prezentu si Hafir Kuba, e Hafir Kuba i vërtet ka vdek para 10 vjetë në një aksident komunikacioni. Po, pikrisht se, masi që policia ja kontrolon viktimës shpinë, ku dhe gjenë landë narkotike shef, mas disa minutave vjen një vajzë që ka emrin Besiana. E kjo Besiana ka një lidhje shumë të ngushtë me Fidanin edhe Mehmetin, po çka është e rëndësishme është se kjo njëkohësisht është edhe bashk pjesëmarrëse në vrasje, se kjo tan kohën ka ndet ullën brapa në veturën. E tash, kur Mehmeti e vran Besartin, Mehmeti ja merr Besartit prej xhepit çelësat. Dhe ja jep Besianës, dhe Besiana niset me shku në shtëpinë e viktimës për me mbledh landë narkotike që kanë mbetë aty. Shpen, përmenën shumë kë Fidani edhe Mehmeti. Ja, dim diçka për ta, kush janë ta? Agron, Fidani edhe Mehmeti e kanë një magazin ku unë e tik. Dhe më thamë këtanë pronar magazinës. Pronar magazinës. Fidani edhe Mehmeti shef e kanë një grup prej 10 persona. Dhe janë bukur mirë të armatos. Kohët fundit këti grupi ju ka bashkangjit edhe grupi tjetër prej Graçanicës. E grupi prej Graçanicës, si pas informatave që na i kemi bën sponsorimet për politikanët e asaj komune. Është grupi madh ky i Graçanicës? Po, tash kur bashku ky grup bëhet fjalë për 18 persona. Dhe gjithë janë të armatos. Dhe unë mendoj që aksionet duhet me fillu në 2 lokacionesh, pastisjen në të njëjtën kohë, që mos ka mundësi komunikimi këta dyja mes vete. Dhe unë këtu e kam bërë një plan operacional, përse që mund të shimë në ujë, ju të më është mirë. Ky është plani operacional, apo? Po. Tu e kemi. Mami? Kujdes, Ronja. Bashku, ku mendu diçka. Çka ke mendu? Versioni që mi mirë be mamë. Se as nuk po rrezikosh, as nuk po kërcënosh, edhe po je kënaqur me punën që po bën. Edhe Bobi bre mamë. Çka Bobi bre mamë? Po tut na mos mi dal dikush edhe pi bën diçka. Jo bre mamë. Rrit na on ka me dal krejt jashtë profesioneve të vija. Çka po dëshon na u bë? Shkencëtar. Policia!
Shikon. Kam e tecë mirë, është e vërtet. Për ty kanë me pa vrasjet e fundit. Policia! Policia! Policia, guarda! Policia! Policia, guarda! Policia! Guarda, guarda, guarda! Stop!